pushuar mbrëm, ju kërkojmë ndjes që përfaqësues të opozitës nuk ju bashkuan dot në darkë, por një pjesë e kolegëve ishin në komisariatet e policisë, sepse disa protestues ishin arrestuar, kështu që ne duhet ishim me protestuesit e opozitës. Unë shpresoj që do kemi mundësi të tjera që sigurisht të ndajmë bashkë shqetësime edhe përtej kësaj tavoline. Dua t'ju falenderoj të gjithëve për diskutimet e djeshme edhe për rolin tuaj ditën e djeshme, për t'u përpjekur që diskutimet dhe debatet e ndezura të parlamentit shqiptar t'i sjellin po këtu, po me aq pasion, por nga ana tjetër të dëgjojmë edhe kundërshtarët edhe mendimin ndryshe. Unë jam ekonomiste me profesion, kështu që kjo është pjesa ime e preferuar, në fakt, pjesa ekonomike, dhe doja të ndaja disa mendime përsa i përket rritjes ekonomike dhe stabilitetit, të cilat janë të pandashme, por nga ana tjetër duhet patjetër një kornizë politike funksionale dhe përfshirëse. Këtu qëndron sfida jonë, në të njëjtën kohë edhe mundësia që Shqipëria ka. Shqipëria është në një pozicion strategjik jetik për Ballkanin dhe Europën, por është koha që të vendoset rregull, është koha që të vendoset barazi dhe të zbatohen reforma të thella që nuk lën askënd përjashtë. Reformat janë të domosdoshme dhe të vonuara dhe Shqipëria fatkeqësisht ndodhet në periferi të zhvillimeve ekonomike rajonale. Pavarësisht pozicionit tonë të favorshëm, Shqipëria sot mbështetet në 10% të produktit të brendshëm të saj nga remitanca dhe dërgesat që sjellin emigrantët dhe vetëm 6% e produktit të brendshëm në investimet e huaja direkte. Shqipëria nuk mund të jetë një lojtar efektiv rajonal pa forcuar institucionet e saj dhe pa krijuar një mjedis të favorshëm për investime që tërheq të gjitha investime strategjike dhe jo vetëm ato të preferuara nga lojtarët e qeverisë. Rritja ekonomike fokusohet në 2 element kryesor, në ndërtimin që vuan pastrimin e parave dhe parat që vijnë nga krimi organizuar dhe korrupsioni dhe fatkeqësisht bujqësinë e cila është në rënje. Kjo mbështetje e përpjestueshme është e paqëndrueshme. Modeli ekonomik duhet patjetër të ndryshojë, ashtu siç sugjeron edhe i nderuari Leta, një koleg juaj, në analizën e fundit ekonomike, duhet patjetër që të modernizohet modeli ekonomik i Shqipërisë dhe i Ballkanit Perëndimor, të jipen përparësi sektorëve si teknologjia, industria, bujqësia, sektorë që vazhdimisht janë nënvlerësuar dhe nga ana tjetër duhet shfrytzuar kapitali human. Prania e paras informale dhe ekonomisë informale deri në 30% e ekonomisë shqiptare, ashtu siç thotë dhe raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit, por njëkohësisht dhe transaksionet ilegale në vlerën prej 800.000 të tilla në Shqipëri kanë krijuar një qasje dhe një sjellje përjashtuese ndaj bizneseve serioze. Për këtë arsye, nëse duhet stabilizuar tregu, duhet patjetër nxitur një rritje ekonomike gjithëpërfshirëse.